Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e diel 30 nëntor 2025. Dashi. Gjatë kësaj kohe ju jeni plot me gjëra për të bërë. Mos u mbyll në heshtje sepse është mënyra më e keqe për të reaguar. Demi. Shmangni tonet e diskutueshme, humori i keq po kalon dhe dita është pozitive. Situata pozitive për udhëtimet. Binjaket. Nëse e shihni se nuk po përqendroheni siç duhet në mëngjes, shtyjini situatat që ju interesojnë për në pasdite. Çifte e dobëta mund të pësojnë një reagim të ashpër, dhe gjithashtu ata që kanë një llogari të hapur me një ish do të duhet të diskutojnë ose të tregojnë më shumë disponueshmëri. Gaforja. Diçka është gabim. Jeni nervoz, fakti që flini më pak ose zgjoheni më shumë natën gjithashtu e zbulon atë, kërkoni qetësi. Luani. Mbani nën kontroll çështjet ligjore. Ata që janë të rinj mund të veprojnë, ata që kanë shumë përgjegjësi nuk mund dhe prandaj bëhen impulsiv. Birgjeresha. Ditë të shkëlqyer plot humor të mirë. Situata vlen edhe për të përjetuar emocione, takime më me fat dhe më të lehta. Peshorja. Më në fund mund të thoni atë që mendoni për një person. Veproni vetë dhe gjithçka do të bëhet në mënyrën më të mirë. Akrepi. Historitë e reja udhëtojnë me shumë mosbesim, dhe ata që jetojnë në një marrëdhënie të komplikuar ose të largët janë të lodhur. Por ka një shans për të përjetuar diçka të re. Shigjetari. Dita do ketë një rezultat pozitiv. Periudha ofron mundësi të mira dhe reagimet janë tërësisht pozitive. Nëse jetoni tashmë një histori, tani keni nevojë për siguri. Britsjapi. Sot ju merr një ndjenjë e çuditshme, sikur asgjë nuk ishte në rregull, sikur të ndiheshit jashtë kësaj bote. Në dashuri, durimi juaj ka një kufi. Ujori. Sot mund të ndiheni pak të demotivuar. Dashuria duhet të mbrohet, por çështjet praktike dhe mendimet shpesh i marrin kohë ndjenjave. Peshqit. Periudha do të sjellë përmirësime nga pikpamja emocionale, edhe afektive. Dita në rregull. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.